Ky është viti i dytë i hapjes së ekspozitës Expo Forest 2026, e cila bëhet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Pyjeve, e cila është me datë 21 mars çdo viti, themeluar nga OKB-ja. Në këtë ekspozitë jemi përpjekur si vjet ashtu edhe si vjet për të pasqyruar të gjithë punën e ish institutit të pyjeve dhe kullotave, punën e stafit të pylltarëve në të gjithë Shqipërinë. Ky teleskopi meteorik ka shumë vite është përdorur për inventarizimin dhe mbashtrimin e pyjeve në Shqipëri. Ky është instrumenti që përdoret për matjen e lastës. Kjo harta këtu është pjesë e planit të mbashtrimit, të cilën mban vitin 1991. Çdo plan mbashtrimi kishte disa harta, kjo është njëra prej tyre. Nëse vëmë re, gjitha janë bërë me dorë, me ngjyra. Në fund të planit të mbashtrimit shikon pjesa më e madhe është me shkrim dore dhe pjesa tjetër është me makinë shkrimi. Ky është një instrument kondukmetër, e cila është përdorur për matjen e vlerave të pH-it dhe të elektrolizës në tokë.